Në ditën e zgjedhjeve dikush në flotvotim u rikujtoi partive një projekt të paralizuar. Në vend se të plotësohet katrori tek ndonjë parti politike, u kërkua ndërtimi i autostradës së Gjilanit. Andaj vota u cilësua pavlefshme. E dikush tjetër gëzimin që pati për një gol të një futbollisti shqiptar ndaj Serbisë e pasqyroi me emrin e tij në flotvotim. Patë edhe të tjerë që me ose pa dieni plotësuan më shumë se një katror, andaj edhe këto vota u cilësuan të pavlefshme. Të gjitha këto veprime, njohësit të fushës thonë se erdhi si rezultat i mllefit të akumuluar ndër vite. Unë besoj që këto ka ndikuar dhe gjendja politike në nivel nacional, që kemi ngërshim politik, dhe të njëjtën kohë gjendja e rënduar në aspektin socio-ekonomik. Dhe kjo është një mllef i shtetërorëve në raport me gjitha partitë politike. Qërimi thotë se ky fenomen duhet të trajtuar me seriozitet nga partitë politike. Kjo formë e shpresës së pakënaqësisë është një formë kreative dhe është një mesazh për partitë politike. Vlerësoj që kishme qenë gjendje edhe më dramatike nëse këta qytetarë nuk kishin më dalë fare në votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar numrin e saktë të fletvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.